është një gjuhë që nuk përdor zërin, por që flet me ndjesi, me duar, me shikim e me shpirt. Një gjuhë që nuk njeh kufi, as dallime, por krijon ura komunikimi aty ku fjalët mungojnë. Bëhet fjalë për gjuhën e shenjave, mënyrën unike përmes së cilës personat me mungesë dëgjimi komunikojnë, mësojnë, shprehin dashuri, ide dhe emocione. Pak njerëz e dinë se gjuha e shenjave është një gjuhë më vete, me rregulla, fjalore dhe kulturë të pasur, që shpreh po ashtu sa çdo gjuhë tjetër, ndoshta edhe më shumë, sepse ajo flet me zemrën. Çdo gest, çdo lëvizje e duarve, çdo shikim mbart kuptimin, emocione dhe histori njerëzore. Ajo u jep mundësi mira njerëzve të dëgjohen, të kuptohen dhe të jenë pjesë aktive e shoqërisë. Në një kohë kur komunikimi shpesh bëhet virtual, gjuha e shenjave na rikujton vlerën e kontaktit të drejtë për drejtë, të mirësjelljes dhe të respektit për njëri tjetrin. Njohja e saj nuk është vetëm ndihmë për personat me mungesë dëgjimi, por një hap drejt një shoqërie më të ndjeshme dhe më njerëzore. E ndoshët besoj nga kronika vetëm pak sekonda më parë, do të flasim tani në këtë rubrik me të ftuarën e parë që vjen sot në studio, një njohëse e gjuhës së shenjave. Nuk është e thjeshtë të komunikojë me njerëzit që kanë aftësi të kufizuara për të dëgjuar dhe mundësohet komunikimi me ta pikërisht fal këtij alfabetit të shenjave. Kam kënaqësinë të kem në studio zonjën Rovena Rojba, ndjes, të kërkoj ndjes. Mirë se erdhe sot në Radio Televizionin Shqiptar. Dhe ndërsa ne do të nisim bashkë këtë bisedë, që do të jetë e thjeshtë, sepse i thjeshtë është edhe komunikimi, nuk ka nevojë ta komplikojmë dhe ta vështirësojmë më shumë, dua t'i tregosh pak teleshikuesve si thuhet në gjuhën e shenjave Mirëmëngjes Shqipëri. Mirëmëngjes Shqipëri. Kështu që këtë shqiponjën tonë është Shqipëria. Okej, Mirëmëngjes Shqipëri. Rovena, pse zgjodhe këtë profesion? Nuk është ka qenë një zgjedhje me, domethënë, e imja, me dëshirë. Unë kam patur një familjar, vllajën tim të vogël, që ka humbur dëgjimin i vogël, edhe për arsye të humbjes dëgjimit të tim, është dashur ta kem si mjet komunikimi për vllajën tim. Pastaj kam vazhduar të gjitha pjesën tjetër, studimet edhe kurset dhe shkollat që kam patur mundësi të bëj në Shqipëri, dhe prandaj kjo ishte zgjedhja ime. Dhe në fakt, Rovena është pjesë e edicioneve tona të lajmeve në Radio Televizionin Shqiptar, të nderuar teleshikues, në lajmet e orës 4 çdo të premte, në kanalin e parë RTS1, në atë cepin e vogël të ekranit, ndërsa ju shikoni në të djathtën e ekranit tuaj ndiqni edicionin e lajmeve, shihni Rovenën që gjithmonë u shpjegon njerëzve që kanë aftësi të kufizuara të dëgjojnë për të kuptuar më mirë se çfarë janë lajmet që përgatit redaksia e lajmeve në njësinë tonë. Sfidat besoj janë të shumta. Po. Sfida ka plot. Më trego disa nga këto. Sfidat janë plot sepse e para është që është një gjuhë e re. E dyta, personat që në dëgjojnë nuk kanë qenë shumë të dukshëm deri dje dhe janë konsideruar jo si një grup me nevojat veçanta apo një grup që ka një lloj inteligjencë të caktuar, që ka një identitet, që ka një gjuhë të vetën, sepse duhet ta themi që gjuha e shenjave është një gjuhë që ka një gramatik, ka të gjitha cilësitë e një gjuhe tradicionale tipike. Kështu që sfidat e tjera janë të interpretuarit në vende të caktuara, sfidat e tjera është pranimi nga shoqëria. Domethënë, le të themi që ka një sër sfidash në gjithë procesin. Është një shumatore e madhe vështirësish që shfaqen për këtë komunitet. Por në rast të parë më tërhoqi vëmendjen fakti të pranuarit nga shoqëria. E kemi ne ende këtë vështirësi? Unë kam patur shoqe të mia, për shembull nga fëmijëria, disa prej tyre kanë patur vështirësi në aftësinë të dëgjuarit. Dhe mbaj mend që në atë kohë ne kemi qenë më gjithë përfshirëse. Nuk e kemi ende sot këtë gjë? Nëse takon antarë të komunitetit që i përkasin kohës para viteve 90, ato ndjen e tregojnë me nostalgjik të pjesën, të themi vërtetën. Pikërisht për këtë arsye, sepse kanë qenë të pranuar dhe të gjithë përfshirë në jetën e përditshme sociale të njerëzve, të vendit, në jetën sociale të vendit. Dhe sot ka vështirësi?
Dhe të them që ka akoma vështirësi, është bërë goxha punë, po ka akoma vështirësi. Më pëlqen ku dëgjoj që njerëz që thonë, unë kam patur një shoqen time ose kam patur një në pavat, dhe unë dita daktila, kanë patur vështirësi në aftësinë e dëgjimit, po ato ishin pjesë e jona, ne luani me to sikur asgjë mos kishte ndodhur. Po më besoj që jo, mbas 9 ditës pastaj pati një periudhë të vështirë, shumë të vështirë, si për të gjithë, po për ta dhe më të vështirë, tani ka filluar të jetë disi, po ama mbetet akoma. Një sfidë e konsiderueshme. Të komunikosh vetëm përmes shenjave. Më duket ndonjëherë, unë ta thash eksperiencën time, përvojën time, unë e kam patur me shoqet mia të fëmijërisë, por prapë më duket e vështirë kur për shembull has në rrugët e kryeqytetit apo në qytete të tjera dhe vëre njerëz të cilët nuk flasin për arsye të tonalitetit të ulët të zërit që përdorin për shkak të përdorimit të gjuhës së shenjave. Dhe ndonjëherë më duket e çuditshme si mund të rrethohet jeta vetëm nga gjuha e shenjave. Është e bukur, besoj. Një alfabet shenja është e komunikimi pa zë. Faleminderit. Po, se mendova se do thoje të kundërtën. Në fakt, jeta në gjuhën e shenjave është shumë e bukur. Unë personalisht them që her pas here ku jam edhe kur dëgjoj njerëz flasin shumë, them vetë sa keq nuk le gjuhën e shenjave dhe ishte kaq e thjeshtë për mua. Dhe evitonin të zhurmën apo do bëja dy shenja dhe do e mbaroja gjithë atë çka doja të thoja. Është e bukur, vërtet është e bukur. Nëse do më pyetësh që nëse shef rrugës njerëz që flasin, të rriqin vëmendjen, absolutisht, po mua më të rriqin vëmendjen për mirë. Mua më të rriq vëmendjen shpeshherë në disa episode, qetësia që i rrethon dhe me atë alfabetin e shenjave që komunikojnë e bën sublime mënyrën se si ata i flasin njëri tjetrit. Është e vështirë ta mësosh gjuhën e shenjave? Është çdo gjuhë, mendoj unë. Është çdo gjuhë. Domethënë, nëse e do një gjuhë ta mësosh, e mëson edhe është çdo gjuhë. Për mua nuk ka sfida të caktuara, ndoshta ka diçka më shumë sepse ti për shembull kur duhet ta përkthesh nga gjuha e shenjave në gjuhën e folur, duhet ta riprodhosh në mendjen tënde dhe ta kthesh në gjuhën sepse nuk është çdo fjalë e thënë, çdo shenjë një fjalë e caktuar. Domethënë ti duhet që për shembull ai shoqëron dhe me një gest. Në mënyrën se si ai po ka një plastik të tërë, është një kompleks gestikulacionesh. Domethënë është një shenjë por që mund domethënë duhet të bësh një punë në mendjen tënde, një punë dyshe që ta kthesh dhe pastaj ta përçosh në gjuhën shqipe. Ti je një përkthyes, por një përkthyes që nuk flet. Ti je një përkthyes që përkthen çdo gjë nëpërmjet shenjave. Pra nga fjala, nga komunikimi në mendjen tënde ti e përkthen atë në një ansambël të tërë gestikulacionesh duke përdorur besoj dhe plastikën e fytyrës, apo jo? Absolutisht, po ajo është pjesë e gjuhës shenjave, absolutisht. E kuptoj. Pantomima, plastika, lëvizja e trupit, përdorimi i hapësirës, sepse ka shumë rëndësi dhe mënyra se si ne vendosim gjërat. Për shembull, unë vendos ty këtu gjatë një bisede, pastaj këtu jam unë dhe pastaj shu zhvillohet, është shumë është një botë, një univers në vetë. Ja, më trego pak të lutem se si pozicionohesh, jo në rastin ton, kur ti në ato ekranin e vogël të radio televizionit shqiptar përkthen në gjuhën e shenjave edicionin e lajmeve të RTS-s, por kur ti komunikon, siç ishte rasti me vllajën tënd, nga i cili ti ke marr arsyen dhe motivin e jetës që të ka bërë ta mësosh gjuhën e shenjave. Si zgjodhet të komunikosh me të? E ke fjalën për vllajën tim? Po, për vllajën tënd. Po e filloj që aty nga episodi që ti ke më familjar, pastaj në episode të tjera të jetës. Pra si vendos këto pozicionet në hapësirë, në mendjen tënde dhe në kohë. Meqense më the që në hapësirë ti vendos kontrollon dhe hapësirën fizike, por ndërkohë angazhon dhe mendjen, angazhon dhe përpjekjen për të harmonizuar. Flasim për hapësirën sepse nëse unë në një ekran të vogël kjo është hapësira ime dhe unë duhet të tregoj një histori të tërë dhe aty janë përfshirë disa njerëz, është kryeministri, ministri, antarët e parlamentit për shembull, unë duhet të pozicionoj. Ktu është kryeministri dhe duhet ta mbaj mend që ky dhe në gjuhën e shenjave fiksohet, nuk duhet të them prapë se gjithkohon kryeministri, po them ky kryeministri e nën kuptoj që ky është kryeministri i thakti. Edhe pastaj, domethënë është një gjuhë që lidhet edhe me hapësirën fizike, pra. E kuptoj. Pra domethënë ti nuk përdor vetëm thjesht aftësinë e shenjave për të treguar njerëzve që nuk dëgjojnë mirë se çfarë po ndodh në atë që ata shfaqen ndjekin në ekran, por për të treguar edhe nëpërmjet pozicioneve të tyre fizike se ku ndodhen në gjeografinë e hapësirës në atë moment është pjesë e gjuhës së veçantë. Këtë po të pyes edhe për vllajën. Po, kjo bën kaq të veçantë. Shkoj me vllajën ka një proces sepse ai është më i vogël dhe ka humbur që fëmijë dëgjimin, edhe ne kemi shumë gjëra për të thënë. Domethënë fillimisht unë shikoja se çfarë thoshte dhe arrija të kuptoja se çka donte thoshte ai, dhe më pas kur shkoi në shkollë, çka mësonte në shkollë, më mësonte mua. Kështu ka qenë një proces
zhvillimin dhe rritjes së bashku për gjuhën e shenjave. E kuptoj. Jeni shumë ju që e flisni gjuhën e shenjave? Apo është një profesion që mbase po shkon drejt reduktimit? Neve kemi qenë dy grupe. Grupi i parë që jemi trajnuar në vitet në 2008, nga e cili nga 15 interpret kemi mbetur vetëm 4, që e përfunduan deri në fund. Që e çuan deri në fund dhe jemi aktualisht 4 ekspert të certifikuar, ndërkohë që është një grup i ri e të rinjve, që janë afër 10 të rinj, interpret që shpresojmë që të angazhohen dhe të shërbejnë komunitetit që në dëgjojnë. E kuptoj dhe besoj se nevojat janë të mëdha. Absolutisht. Numri ka ardhur duke u rritur i personave me kufizim në dëgjim, apo mbetet thuajse njësoj? Sipas censusit, të dhënat përgjithsisht janë sipas censusit, është një numër i konsiderueshëm, sepse është pothuajse 39.000 njerëz që nuk dëgjojnë dhe që kanë vështirësi në dëgjim. Për numrin e popullatës të Shqipërisë është një numër i konsiderueshëm. E kuptoj. Cili është episodi më i bukur dhe më i dhimbshëm njëkohësisht në jetën tënde, që mban mend ti dhe që të ka përfshirë për shkak se ti e flet gjuhën e shenjave, por që të ka lënë dhe mbresa ndërkohë? 2, domethënë, një episod të bukur dhe një episod të dhimbshëm. Atëherë tani po kujtoj më shumë episodet e dhimbshme, sepse ato ndoshta mbeten. Edhe dhimbja është pjesë e jetës, ëh? Ndoshta ato mbeten më shumë dhe ndoshta kanë qenë pak më tepër, dhe dhimbja kujtohet më shumë, do të thuash. Dhe fiksohet, po është vërtet, është sikurse kritika dhe komplimenti. Sigurisht. Dhe mbaj mend që për shembull po je ulën në një kafe, ti flet me babain tënd, me gjuhën e shenjave në radhin tënde, në ashtu, dhe ndërkohë ka njerëz që të shikonin edhe që thonin çfarë bëjnë ta, a mos janë të çmendur, ose një lloj për çmime. Kjo ka qenë disa kohë përpara, ti realisht, para se në të shfaqesh, unë të shfaqesh në ekran apo të komunitetit të kuptonin që ky komuniteti ka një gjuhë të vetën. Pastaj gjërat e bukura për kënaqësia që marr është sigurisht kënaqësia tani nuk e ka për pak, sepse besoj ti ke privilegjin që ta kuptosh ti, se çfarë ata duan të thonë. Po, kjo është. Dhe besoj ky privilegj të ngop shpirtin dhe të mbush zemrën, sepse ti nëpërmjet shenjave mbush zemrën e njerëzve duke folur, apo jo? Ashtu në atë heshtjen me gestikulacionet. Kështu që në çdo, domethënë në çdo jetë nuk kisha zgjedhur të isha një interpret e gjuhës shenjave, edhe pse nuk e zgjodha me dëshirë, e them me bindje që do kisha zgjedhur gjithmonë të isha një interpret e gjuhës shenjave dhe të shërbej. Edhe po të ktheheshe mbrapa në kohë do ta kishe bërë po prapë të njëjtën gjë. Ja të provojmë pak tani me teleshikuesit tanë, si mund të themu njerëzve në gjuhën e shenjave, mirëmëngjes të nderuar teleshikues. Atëherë, mirëmëngjes. Jo, nga kamera do të kthej. Mirëmëngjes, të nderuar teleshikues. Ju dua shumë dhe mirë se erdhët në radio televizionin shqiptar. Mirë se erdhët në radio. Shpresoj që të ketë një komunitet të madh të njerëzve që po na shohin në këto momente, pavarësisht se unë përpiqem të stimuloj gjeste të vogla dhe fjali të vogla për teleshikuesit tanë, por është e rëndësishme absolutisht që të jemi gjithë pranues dhe ta konsiderojmë të një pjesë të rëndësishme të shfaqjes tonë si qenie njerëzore për t'i pranuar të gjithë njerëzit jenë në harmoni të plotë, veprimi, komunikimi dhe jete, edhe me ne në jetën e përditshme, pavarësisht të pengesave të vogla që mund të jenë për arsye nga më të ndryshmet. Rovena, të falenderoj shumë që ishe sot në radio televizionin shqiptar, të uroj suksese në punën tënde dhe ta konsiderosh një privilegj shumë të madh, ashtu siç thash dhe pak më herët, të komunikimin nëpërmjet shenjave, se shenjat, pavarësisht se mbase ti nuk nxjerr tinguj nga gjuha dhe nga zëri yt, janë të vlefshme për të treguar se sa shumë ju duam, sa e vogël apo sa e madhe është dhimbja dhe sa e rëndësishme është të ecim përpara në harmoni dhe me tolerancë, apo jo? Po, ju falenderoj shumë. Ecim më tej të nderuar teleshikues me programin Mirëmëngjes Shqipëri, qëndroni me ne.